Fjallë ngrihet e vetmja që them vet. Në përluginën, në gëzim e dhimbje. Haleluja, ajo kur së ndryshon. Haleluja, fira e shpirtit tim. Prandaj vim përpara teje o Ati. Në portat tënde me falënderim, në borët tënde o Ati im me lavde dhe lavdësimin e emrit tënde, emër ti Jashua o Ati. Haleluja për të madhin. Për të madhin Yahweh, në emër ti Jashua o Ati im, vi përpara fronit tënd o Ati, në mëshirën e gjakut të Mesias o Ati. Lutem o Ati na çlirosh dhe njerën, lutem o që të zemrat tona o Atë ndaj udhërimeve tënde o Atë. Lutem o Atë të na falësh nga palishmëria o Atë. Na zgjodh dhe njërë në emër ti Jashua o Atë. Ju jetë e përshpëriti të të ushtojnë, një fjalë lavdije për gjithmonë. Për gjithmonë emri tënd të madhërisëm o Atë. Zemra ime këndon. Gjithmonë o Atë, nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Haleluja, mbreti të mbretërve. Ati Yahweh, lavdi për jetën. Haleluja, tira e shpirtit tim. Andaj ne sot të rasim o Ati im, fytyrën tënde, utësinë tënde, fuqinë tënde o Ati im. Në çdo gjuhë, Lavdi për jetën. në çdo vend. Të predikojnë lajmin e mirë të mbretërisë. Për të madhin Yahweh, lavdi për jetë, emri tënd o Ati im. Prandaj vlla e motër, sot na takon të lavdërojmë emrin e Tij. Të lartësojmë emrin e Tij në emër të Jashua. Sepse ai krijovi madhështinë me fuqinë e krijimit të Tij. Na bëri të ndryshe nga kombet e tjera, nuk na ka vendosur si familjet e tokës. Në emër të Jashua. Haleluja, kënga ime për jetë. Lavdi për jetë. Adonai, ku në përkasve. Lavdi për jetë o Ati im. Lavdi për jetë o Ati. Lavdi për jetë o Ati. Prandaj sot vlla motër në emër të Jashuas, le të përulim zemrat tona, të përulemi përpara mbretit të lavdisë. Mbreti që është mbret për çdo mbret të tjetër, i veçuar, i bekuar qoftë ai. Në Yahweh Elohim Ilah është emri i Tij. Të pushojnë në hijen të plot fuqishmit. Ndi El Shaddai. Ai do të mbuloj me kratë e Tij. Lavdi për jetë. Dhe në kratë e Tij do t'jesh mbrojtje e vërteta e Tij është mbrojtje dhe mbrojtje. Na zgjodh dhe njëherë o Ati. Na zgjodh dhe njëherë o Adonai. Na zgjodh dhe njëherë o Ad nga gjumi i vdekjes në emër të Jashuas o Ad. Sepse pa ty ne nuk mund të kryejmë asnjë. Nuk do të kesh frikë nga tmerinatës, as nga shigjeta që fluturon ditën, as nga murtaja që endet në errësirë, as nga shkatrimi që shkatëron në mes ti. Ti nuk na ke dhënë frymën e frikës, po të forcës, të fuqisë, të dashurisë tënde në emër të Jashuas. Që ne të kemi një mendje të shëndoshën, në ligjin tënd të përsosur që jep një doktrinë të shëndoshën. Lavdi për jetë. Ty nuk do të afrohet, vetëm me sytë e tu do të shosh, dhe do të shosh ndëshkimin e të pabes. Sepse paqet e madhe kanë ata që duan ligjin tënd, asnjë gjë nuk i rrëzon në emër të Jashuas. Sepse ti, Adonai, je strehimi im. Qoje popullin tim o Ati im, sepse jemi larguar nga udhët tënde.
Jemi larguar o hati im. Jemi larguar nga festat tënde. Jemi larguar nga ligjit tënd që profetët na sollën. Lutem o hati im, në emër të Jeshua sot. Sepse ai do të urthëroj engjëjve të ti për ty, që të ruaj në të gjitha rrugët e tua. Kemi mëkatuar përpara teje o hat. Jemi larguar o hat dhe rebeluar nga urdhrimet e tua, dekretet e tua. Nuk kemi dëgjuar profetë shëbëtorë të tu që na kanë folur në emrin tënd. Herëve dhe mbretëve tanë, popullit tonë në Shqipëri dhe në diasporën, në emër të Jeshuas. Se ty o Jahve të përket drejtësia. Po neve turpi i fytyrës si çdo sot në Shqipëri, me të gjithë banorët e vendit tonë dhe për te në diasporë. Me ata që janë afër, me ata që janë largë, me të gjitha vendet ku ti ke shpërndar për shkak të pabesisë që kanë kryer kundra teje. Lutem o Ati im, na falësh nga paligjshmëria, nga shkeljet e ligjit të hatë, që kemi mëkatuar kundra teje. Sepse ai më do, thot Elohimi, prandaj do ta shpëtoj, do ta lartësoj. Ki mëshirë o Ati im, ki mëshirë o Atë. Na zgjodhe një herë në emër të Jeshuas. Hedhim tutje idhujt tanë në emër të Jeshuas o Atë. Hedhim punët e zena shumë që i na zejnë çdo ditë. Po të lidhemi ngushtë me ty në emër të Jeshuas. Na jep një mundësi o Atë. Të shpallim fjalën tënde, urdhrimet tënde, mbretin e lavdisë, Mesian Jeshuan, e vërtetën në Shqipëri dhe për te. Se nuk kemi dëgjuar zërin tënd, që ti ke folur për të ecur sipas ligjeve tënde, që na kishe urdhëruar përpara shërbëtorëve tënd, o Ati, profetëve tënd. Dhe të tërë populli tonë ka shkelur ligjin tënd dhe ka marrë një rrugë të keqe, mos u bindur zërin tënd. Prandaj shumë hakime dhe nema që janë shkruar në ligjin e Moshes janë përpara nesh, sepse ne kemi mëkatuar kundra teje o Atë. Dhe ti ke bërë realitet fjalët që ti ke shqiptuar kundra çdo personi që do hyjë në beslidhje, në anë të ndalimit të shkeljes së ligjit dhe besim tek Jeshua Mesia. Ki mëshirë o Ati im, na kthy nga paullësia jonë, që të kujdesemi për të vërtetën tënde. Ki mëshirë o Ati im, nxirre popullin tonë nga skllavëria o Atë. Ki mëshirë o Atë. Ti je shumë i madh, lavdi për jetë. i veshur me lavdi dhe madhështiti, shtrin qiellin si një Shesi ty o Ati im. ti bën rreth karrocën tënde. Jahve shtrin qiellin dhe formon themelet e tokës. Që mbi krater, Roni ti jesh nderimi të lartë të qiell. ti bën ratën të dërguar. Në zotërimin e fuqisë të ti, është në lartësi më të lartra. Të zjarit shërbëtorët tanë, Lavdi për jetë o Ati im. të gjitha veprat tua të lavdërojnë Adonai, ato këndojnë lavdin me Lavdinë tënde. ti dërgon frymën tënde. Na mbush se njerë o Ati im. Fryde njerë mbi ne në emër të Jeshuas o Atë. Na vizito dhe njerë në zemra tona në emër të Jeshuas. Le të gjithë krimi të lavdëroj emrin tënd. Ati Jahve është i vetmi dhe nuk ka asnjë tjetër. Vërtet është mbreti ynë dhe nuk ka asnjë tjetër. Lavdi për jetë. Shiko qenë veprën e Adonat, shiko bukurinë e diellit hënës yjeve, hylli ylberit në re trekon lavdinë e ti, dhe rruga e hënës dhe dielli shpon mençurinë e ti. Kush mund të lavdëroj plotësisht o më i larti, veprat e Adonait janë shumë të mrekullueshme për tu numëruar, deti i madh dhe gjithçka që është në tipin e të urdhrit tënd. Le të bëjmë zhurmë o jërat, le të ngrihen rrethë, le të flakërojë zjarri dhe të mbulohet në akulli, të shkëlqejë feja dhe të fryhet. Të gjohen e njerë o Ati im, zemra tona në emër të Jeshuas. Kalindja e diellit deri në perëndim, le të gjithë krijimi të këndojë lavdërimin tënd.
lartësohet emri tënd në emër të Jashuas o Ati. Në ecjen tonë në kohë të caktuara tënde në emër të Jashuas o Ati. Shoka është e mbushur me krisa tua, gjithë gjaje sa shikojnë ty për ushqim. Lavdëro Adonai o shpirtin, dhe mos haro të gjitha të mirat e ti, të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat tua, Adonai, madhësia dhe mençuria zgjasin përgjithmonë. Dhe si që shkruajtur në ligjin e ti, ju do ta dini këtë ta merrni në zemrën tuaj, se vetëm Elohimi juaj është Adonai në lartë në qiell dhe në tokë poshtë, në nuk ka asnjë tjetër në emër të Jashuas. Siç thuhet, Jahve do të jetë mbret me të gjithë botën. Dhe në atë ditë Adonai do të jetë një dhe emri i tij do të jetë një. Adonai botës, Zoti i krijimit, i cili mbretëroi përpara se të krijohesh në çdo formë, ku krijimi erdhi me vullnetin e tij, atëherë si mbreti u shpall emri i tij. Dhe pasi ka pushuar se ekzistuari si qeni gjithçka tjetër, vetëm ai do të mbretërojë me fuqinë e jashtëzakonshme. Ai që ishte, ai që është, ai që do të jetë përjetësisht në shkëlqimin e tij, i pari dhe i fundit, alefi dhe tavi. Nuk ka të dytë që të krahasohet me të, të jetë i barabartë me të. Pa fillim dhe pa mbarim, ai është forca dhe sundimi. Ai është Adonai, shëmbëtysi im i gjallë, shkembi dhimbjes sime në kohë fatkeqësie. Ai është flamuri im, streja për mua, në ditën kur unë të ras. Prandaj le ta falenderojmë Adonain tonë, Zotin tonë, Adonai Jahwe. Le ta falenderojmë mbretin tonë, çlirusin tonë, në emër të Jashuas. Sepse ai është i mirë, i mëshirshëm dhe i dëmshëm dhe shpirt gjerë, i bollakshëm në mirësi dhe në të vërtetë, duke ruajtur mëshirën për mirat në breza, në emër të Jashuas, për ata që duan dhe zbatojnë urdhrimet e ligjit të tij të përsosur, në emër të Jashuas, birit të Elohimit të gjallë. Ashtu si falim ne, i mëshirë ua dhe zemrat e nguta të pare frera, të kthejnë urdhrimet tënde në birin tënde, emër të Jashuas o Ati. I mëshirë o Ati, dhe na zgjodhe njërë emër të Jashuas, na çliro dhe njërë nga pa udhësia që mbretëron në vendin tonë, pasi apostulli zbriti në brigjet e brigjeve tanë. Ku janë ata të shefu o Ati, ku e gjendje dhe mëstonë o populli. Nga rruga jote, citojmë emrin tënd, citojmë emrin e birit tënd. Po nuk dim urdhrimet tënde që ti dëshiron të takohesh dhe të bëjmë gjëra që janë pëlqyera përpara teje. Në ligjin tënd të përsosur që ti e ke themeluar për jetën një qiell, dhe edhe njeriu të miqsoni me ty o Ati, të jetoni nëpërmjet ti, sepse nuk është një fjalë do si do në emër të Jashuas. Pra është jeta jonë. Nga shëmanë, e ditimi është i madh. Pasere, për të sjellë mirësinë tënde o Ati. Mundohemi mirë pasere o Ati, për të zgjuar zemrat tona. Mundohemi mirë pasere. E bëjmë mësimin e fundit, sepse jemi të zënë me shumë gjëra, të tjera, që nuk janë të nevojshme. Lutem Ati, na ndihmosh edhe një herë.
Lutem atin. Do prekim Mateun 6. Mateun 6 që shumë herë citohet dhe thuhet, por le ta shikojmë. Le ta shikojmë Mateun 6 çfarë thotë. Mateun 6. Mateun 6. Është një lutje që struktura e lutjes që Mesia na foli, që disheput ju afruan dhe thanë, si të lutemi. Dhe më lejo të sjell diçka para se të vi lutja. Mësimi në këtë rast që nuk e di në Mateu 6, por nuk është lutja përpara shkrimit, përpara ecjes, përpara zbatimit të urdhërimeve të tija. Sepse kemi të bëjmë me mëkatin që është shkelja e ligjit. Dhe neve kemi të bëjmë me karakterin e atit çdo ditë, që duhet jemi imitues. Por cili është identiteti tonë? Cili është identiteti tonë në Shqipëri? Sepse neve jemi të bazuar në shumë emocione dhe janë të ndihmojmë të bëjmë këtë. Dakord, duhen bërë ato, janë veprat e ligjit, që janë veprat e mira të ligjit që Jakovi na thoshte. Por neve çfarë do të bëjmë? Megjithëse buritë masandaj bien hapurazi për lëmosha që japin dhe marrin shpërblimin e tyre. Shikon postimet që janë bërë gjithmonë në për bëjnë njerëzit. Ja, shiko çfarë po bëj unë. Del drejtuesi masandaj. Po gjëra të tilla ka thënë Mesia vet. A nuk tha që në fillim në Mateu 6. Në Mateu 6, mos hipni limoshë përpara njerëzve me qëllim që t'u admirojnë, që ju të duken këtë fjalën, por kur ta hipni le të jetë e fshehur, që majta të mos dihet ç'bën e djathta. Kur ti jep me dorën tënde, të mos dihet nga të tjerët, sepse gjërat bëhen në fshehësi përpara atit. Ati që shikon në fshehësi shpërblen hapurazi. E pastaj vazhdon vargu 5 që do ta postoj. Ja, ka plot shkrime. Love di emri tanto aty. Okej, shtetër kapitulli. Okej, më lejo një moment sa ta hedhim në postim këtuja. Për lavdi të emrit të Atit, Jahve dhe Birit të Tij, Mesias Jeshuas, që na dha rrugën, na dha të vërtetën, na dha jetën. Rrugën, sepse nuk mund të hysh tek Ati vetëm nëpërmjet Tij, nuk mund të afrohemi. Ai që afrohet, por duhet të afrohet nëpërmjet gjakut të Mesias, duke kuptuar sakrificën që ndodhi. Dhe masandaj, Mesia Jeshua çfarë praktikovi, çfarë dha dishiplizim, dha të vërtetën, urdhrimet e Tija, që janë të vërteta, dhe me atë neve rafinohemi, trajnohemi, dishiplizohemi me urdhrimet e atij ligjit. Prandaj nuk kemi nevojë në këtë rast për struktura 33 apo gjëra të tilla. Ke nevojë për urdhrimet e atij ligji në zemrën tënde, për shpëtimin tënd, që kështu nuk mëkaton, që Mesia na thotë. Luka 8:21, Mateu 19:17, zbato urdhrimet dhe do të jetosh, do hysh në jetën atë ditën e Luka 10 tha. Por lutem Ati që neve të fokusohemi në shkrimi, jo në njerëzit. Turemi ndaj njerëzve, sepse dikush ka qenë disa vite më përpara, shikoj një strukturën e tyre, shikoj ku janë. E para Pietrit 1 i përket atyre, sepse është shkruar në Levitiku 20:26, është shkruar. Ti jeni të veçuar siç Ati Jahve është i veçuar. Shikoj një në Tiranë ç'a ndodh. Mas ndoshta keni parë disa komente që her pas here i thrasim dikë që të dali nga palishmëria. Sepse siç thash edhe në anglisht. Çfarë po i thesha dikujt tash, po më vjen se nga që u ingranuam në shqip. Po i thesha në anglisht, your eternity would not make it if you walk in fraternity of lawlessness. Të thashë që
Përjetësia nuk ka të bëjë me palishmërinë e vllazërive. Sepse mund të humbasësh përjetësinë për vllazëritë. Prandaj thashë, you can lose your eternity when you join lawlessness of fraternity. Por, lutem Jati të veçohen dikush të marri Mesian e vërtetë dhe jo dalje të AI, masandaj edhe dalim dhe i bëjmë ato figurat me çdo lloj mbrapa, me çdo lloj ari mbrapa për edhe bashkoku. A nuk duhet të lidhesh ngushtë të ti me atin Jahve në urdhrimet e tija që thotë ligje për të 13, Mateu 19:17, apo atë që postuam dhe në asamblen tonë. Ishte fakti për të lidhur ngushtë me atin Jahve. Nëse do ta shikojmë atë Jeremia 9 më vonë, do ta shikojmë më vonë për lavdit e tija, për një moment sa ta afrojmë pak të shkrimin dhe do mundohemi të punojmë zemrat, se nuk punoj zemra me një citim, me një gjysmë vargu, edhe një varg vetëm. Kur deklarohet një varg, thidhet një varg, masandaj nuk punohet zemra në atë mënyrë, më vjen keq. Nuk punohet zemra me një gjysmë vargu. Kemi shumë ngurtësime që ka ndodhur gjatë kohës. Ka shumë ngurtësime që ka ndodhur gjatë kohës, që ti dhe unë nuk duhet t'i kemi. Nuk duhet t'i kemi. Një moment, më falni, sa që të dëgjohet pak dhe muzika shoqëruese për lavdit e tija. Okej. Sepse ati flet hapurazi dhe në Jeremia 9 që kishte të bente me zemrën që është, akoma thot e ngurtë e pa rreth prerë, që do gjukonte do gjukoj akoma. Jeremia 9 s'ka ndodhur akoma. Jeremia 9 s'ka ndodhur akoma, që përben Zekarian 14 kur të vi Mesia Jashua do gjukoj kombet, siç e thot me ligjin e atit Jahve në Isaia 51. Nëse lutem, por gjithsesi takime do bëhen dhe hapurazi me hirin e tij. Nëse ke një zemër këtë behar, përveç se në datën 7 në Tiranë, në Kashar, por do mblidhemi dhe në datën 12 e 13 në Korçë. Por kjo do jetë hapurazi në shëtitoren. Nuk e di, në lartë, në shqitoria lartë, apo do jetë poshtë nga sporti. Po ka mundësi do jetë 2 herë, sepse 2 ditë do ta kryejmë shërbesën hapurazi. Do jetë një farë çadre, do jetë një tavolinë atje, dhe masandaj ka karike që ti mund të vish, nuk ka rëndësi çfarë vite ke, apo besimin masandaj, po jo unë jam i këtij lloj denominacioni apo tjetri, për çdo person që citon apo beson tek Krishti, le të vijë. Do ta kemi shërbesën hapur, siç Mesia i bente, pikërisht këtu ishte në Mateu, ku po bente shërbesën e tija. Në mal, në Kodër, që foli disa gjëra, ishte në Mateu, në kapitulli pak më përpara, në kapitulli 5 ishte. Okej. Më pas kemi disa vargje, më fal. Në Korçë, në datën 12 dhe 13 qershor, do jem atje, kush ka zemër, do vi, do dëgjosh, je kalim the ulu, të inkurajoj të ulesh në atë ditë, ulu për një moment, dëgjoj lajmin e mirë të mbretërisë së vërtetë, megjithëse do ta prekim lajmin e mirë të Zotit Jahve që na fuqizon zemrat tona për atë shpresën që po vjen, por nuk janë citime të përgjithshme siç ndodh sot. Nuk janë citime që një person okay, besova, pastaj okay, bëjmë kam frymën e shenjtë, i themi ato me që ke frymën e shenjtë, përse nuk ecën urdhrimet e atij ligjit, që është i përjetshëm, që Mesia praktikovi. Atëherë kë Krisht po ndjek. Kjo është pyetja. Sepse kur populli tonë, dhe secili prej nesh, dhe mua përfshirë kur u konfrontova me disa gënjeshtra, masandaj thash që ati më fal nga palishmëria ime, sepse nuk e kam ditur që mëkati është shkelja e ligjit tënd. Okej, do vazhdojmë të predikojmë lajmin e mirë të vërtetë
E di që shumë për jush edhe kur vllai u shkruan, masandaj shikojnë edhe tekstet e mia, masandaj nuk kthejnë përgjigje. Përse? Sepse zemra nuk është me atin. Zemra është e ngurtë, sepse unë një mesazh, një person mund të shkruaj në radhë të parë, unë i përgjigjem për pyetjen apo aspektin që më dha, dhe nuk jam përgjigjur njëri, apo përgjigjur masandaj 5 herë, 6 herë, 7 herë, të njëjtën gjë. Por vjen një moment masandaj personave i lej, sepse çfarë do t'i thuash? Ja ke thënë 7 herë të njëjtën gjë, nuk është i rilindur. Duhet të marrë rilindjen. Rilindja që thotë vetë shkrimin e vepra 2:38, kur kemi kuptuar që mëkati është shkelja e ligjit, shkelja festave biblike, të Levitiku 23, shkelja e sabatit, shkelja e ngrenjes pastër. Në ato mënyrë ti kupton që urdhrimet e atij ligjit po shkelen nga jeta jote, sepse ndoshta s'të ka thënë dikush, mos e merr në atë mënyrë, sepse edhe vllai nuk dinte gjëra të tilla. Po dinim masandaj protestantizmin, ungjillorët e pjesshëm dhe vazhdonim me emocionet, siç janë sot emocionet, dhe po ti prekësh ecjen e një personi, kthehemi më njëherë në emocionet. Por Mesia nuk tha që duhet ecim me emocione. Tha që duhet ecim me urdhrimet e tija, me besimin e plotë tek ai dhe ati vet. Okej, 34 është mësimi që kam bërë të Mateut. E kam bërë komplet serinë e librit të Mateut, por një moment është në kanalin tonë, në shërbesën tonë, është Zeri Mesias. Ja një moment sa të heqim këtë gjitha gjëra që duket më mirë, lavdimit të tija. Jemi në Mateu 6, po para se të kalojmë atje në Mateu 6, unë desha të inkurajoja në zemrën tënde për aspektin që sa po fola, pak më përpara, për pune e Korçës, që ati flet dhe ati vepron për lavdit të tija. Ja një moment, ti do të shikosh dhe masandaj postimin për atë ditë që do jemi live, shërbesa do jetë live në Korçë. Gjithashtu do kemi dhe shërbesën masandaj në datën 7 që është për lavdit të tija, që është do bëjmë një takim të veçuar në Tiranë në datën 7 ora 11, që është festa e atit të Jahve, që është festa e Pentakostit, lavdiatit, në festa e vërtetë, jo festën e karizmatikëve, masandaj dhe unë dua fuqinë, por ecën palishmëri, ne nuk kemi pjesë në ato gjëra. Kjo shërbesë nuk merr pjesë në denominacionet dhe ndarjet e njeriut. Ne kemi të bëjmë me Mesian Jashua në Izraelit, që vendosi hyrjen për në këtë rast në bestidhje me anë të ndalimit të shkeljes së ligjit dhe besim tek Jashua Mesia. Dhe masandaj na tregovi, si thotë Pietri pak më përpara, për letra e parë e Pietrit adresuar dymerfisëve të Izraelit, na thotë që duhet të ecim në drejtësi. Ja, në drejtësi. Ecur në drejtësi, është pak më lartë në vargu 89. Por për atë që thash, në Korçë, në datën 12-13 qershor, do jem unë, në këtë rast nuk e di kush do jetë tjetër, por do ta ngrejmë çadrën, siç e ngrinte çadrën vetë Mesia në shumë fshatra dhe qytete. Do jetë shërbesa live jashtë, o në qendër lart, në shtorja lart, o në poshtë stash, por do gjejmë një vend, dhe qëndro alert për vendin e saktë, por do postohen për të gjithë besimtarët që besojnë në Krishtin, okay, besojnë. Dhe do të masandaj që ti të bashkohesh, eja, dëgjoj, në këtë rast të dëgjosh lajmin e mirë të mbretërisë së plotë, lavdimit të tija. Dhe si thash në masandaj për sa i përket Tiranës, ndoshta ju më keni parë dhe në masandaj dhe në Facebook apo në statuset në Instagram, ndoshta në WhatsApp, por ja po e shikoni dhe një takim që është përpara këtija, takimi që është në Tiranë, që të zgjohemi dhe të fuqizohemi, sepse zgjimi ka të bëjë me rigjenerimin, me marrjen e dhuratës së frymës së shenjtë, dhe masandaj fuqizohesh për të predikuar lajmin e mirë të mbretërisë, që të pagëzohesh në emër të Jashuas Mesias dhe të shkosh masandaj një ditë kur ai ta caktoi, sipas Mateu 3:13, që ti të
dishipulizosh të tjerët në lajmin e mirë të mbretërisë, në urdhrimet e Atit Jahve, që të tjerë do kenë mundësi të marrin masandaj strukturën e themelit të shëndosh që apostujt kishin, për të mësuar të gjitha gjërat që në tras Mesia na tha të mësojmë, dhe ai nuk mësovi vëlla motër shqiptar, paligjshmërinë, shkeljen e ligjit, nuk mësovi një gjë të tillë. Por neve jemi kaq futur në gënjeshtat e të ligut me mësime që kanë qenë ndër vite dhe akoma hyn njerëz nga jashtë Shqipërisë për të predikuar një Krisht të remë që apostujt nuk e njihnin. Apostulli Shaul Pali që njihet kishte meditimin në ligjin e Atit në zemrën e tij, Romakëve 7:22, ai ishte bindur ndaj ligjit, veprat e 21-24. Na tha që nuk e heqim në Romakëve 3:31. Na tha që është i mirë, i drejtë, i veçuar, i shenjtë në Romakëve 7:12. Na tha që është frymëror në vargu 14 të njëjtit kapitulli 7. Dhe sa ka folur në Romakëve 6 që nuk abuzojmë me hirin duke shkelur ligjin. Sepse hiri, ndimesa, favori, kryqi, na u dha tani sakrifica e Mesias që ne mund të afrohemi tek Ati për ta nderuar në festat e tija, që është një nga festat e tija që ti shikon në ekran. Bashkoju në Tiranë për të marrë dhuratën e frymës shenjtë dhe liçeni është aty afër, që të pagëzohesh, po të kesh vendosur të ndjekësh gjurmët e Mesias, që ai eci në urdhrimet e Atit Jahve, në ligjin e tij të përsosur që e mbrojti për zyrën e kryepriftit, që ai mori të lartë të përsosur, Zoti Jashua. Zoti është një titull për na mësuar urdhrimet e atij ligji. Kështu ti dhe unë nuk mëkatojmë, apo na tha Mesia të mëkatojmë. Kemi nevojë për vende të larta, për piscina, për gjëra të tilla, të tregojmë çfarë ndodh në Durrës apo nuk e di ku ishte, sepse u mblodhen masandaj katolik ortodoksë për të dishipulizuar, me çfarë? Tregojmë kënaqësitë e qefet e kësaj bote? Jemi këtu, po je aty për çfarë? Për të mësuar urdhrimet e atij ligji, që kështu nuk mëkaton, të mësojnë ato gjëra, jo. Ligji ka thënë shequr. Të mësojnë që mëkati është shkelja e ligjit e para e Gjoni 3:4? Nuk ta mësojnë. Përse je pjesë me ta? Përse bashkohesh në Pogradec? Pse bashkohesh në Tiranë? Apo në Korçë? Sa ka. Nëse, le të vazhdojmë. Le të vazhdojmë. Po flisnim pak më përpara kur ndihmon në veprat që thotë, në veprat e mira të ligjit që Jakobi thotë, lavdi emrit të tij. Ne kapitulli parë që duhet të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë, sepse mëkati na fut në skllavëri, shkelit e ligjit na futin në skllavëri. Kurse neve kemi thënë të kundërtën, ligji sipas dikush të fut ka në skllavëri, por ku do të sjohemi nga marrëzitja e predikimit sot? Ligji është i mirë, një gjë e mirë të fut në skllavëri, nuk kemi më ndërgjegje në kombin tonë, dalim ymi në ndërtesa lart e poshtë, citojmë emrin e Krishtit dhe ndërgjegja është pllakosur. Ligji është i mirë, i shenjtë, i veçuar, i drejtë. Një gjë e tillë të fut në skllavëri tyne? Po janë shkeljet e ligjit të fut në skllavëri, që është mëkati. Po shikoj festat pagane që mban Shqipëria e tërë. Ne bisedonja me dikë mas andaj, ja do vete në Shqipëri dhe do vete të ungjillizoj nga Amerika. Po dale se nuk i kam folur akoma. Do shkoj. Po do shkoj për çfarë? Dija i person çfarë është mëkati sipas Biblës, për kufizimi biblik? Jam ungjillor, tha. Protestant katolik, me pak fjalë. Ai, sa... Nëse, zyra e profetit është të paralajmërojë një popull. Prandaj ati më ka thirrur pra të zyre. I pëlqen, nuk i pëlqen dikujt masandaj, apo dalim nga Greqia masandaj. Po të shikojmë ato realizohet. Pendohu nga shkelit e ligjit, sepse mamonja nga Greqia nuk të shpëton. Prandaj kur tu afrua vllai që në fillimet, por u ekspozuan ca gjëra që kishte kontraditat me dikë në Shqipëri, u mundova të fsinë balancën, masandaj u turë ndaj tjetrës, që pastaj e hapi gojën gjarpri, duke
Masandaj futur dhe familjen time ajo, masandaj ti bashkë, më fal vlla, më fal, po më fal, por pastaj ç'a ndodhi? Prap me atë. Pra me karizmatikën, po nuk janë të ndryshë edhe të tjerët, reformistë o baptista, po Jovajt, apo ditë shtatë. Maj të njëjta festa pagane që kanë katolikë ortodoksët, që dhanë, që në kohët, që në reformimet e tyre të shekullit 3 të 4, me këshillat e tyre, që anulluan ligjin me dekretet e tyre të imponuara ndaj dishiplizimit të vërtetë të apostujve, që lanë, mbasi ata, në mbas shekullit të parë, kur ndruan jetë dhe po presin ringjalljen, lanë masandaj hyrje në beslidhje të balancuar me anë të ndalimit të shkeljes së ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Dhe ecë në urdhrimet e atij ligjit, kështu nuk mëkaton, por sot pendimi nuk është në Shqipëri, pikërisht ku nuk ka pendim ka palishmëri. Se po hoqe pendimin, masandaj mëkati është vazhdon, palishmëria ulet masandaj ulet në këmbë, në për disa sinagoga dhe në sheshe rrugësh. Nese. I ke parë kur dalin masandaj apo në Shqipëri apo në Kosovë apo kudo, me të bërë diçka, po ndihmoj këtë, ja bëra këtë këtuja apo në Mokër, njëjta gjë. Ja ndihmova këtë për serën, apo i çova këto karriket për ata që nuk ecin, për invalidët. Mam postimet, fotot, pam në për Facebook. Po çfarë thotë? Dale se nuk e ja më fal. Çfarë thonë vajzat e para? Për atë që po them. Të mbështetura me çdo varg. Por praktika nuk ndodh, sepse neve i citojmë këto gjëra. Masandaj praktika nuk ndodh. Siç ishte me dikem masandaj në Fier, që në kohët. E njëjta gjë. Lëmoshat, ndihmesa, urdhrimeve të ligjit që duhet bërë, bie normal bie buria. Më shiko çfarë po bëj unë. Po do të tregosh njerëzve apo të tregoj matit Jahue në fshetësi? Ja, ta shikosh dhe vetë. Pyemi Mateu, okay. Mateu 6, edhe në 4. Mos e jepni lëmoshën tuaj përpara njerëzve, që të dukeni përpara njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë, dhe me t'i postuar në Facebook, merr admirimin personal, lartësimin personal, me njerë. Kjo ishin fjalët e Mesias të vërtetë, Krishtit të Biblës, jo të atij katolikët ortodoksit që kanë thënë për kohë. Për ndryshe, nuk do të shpërblemi tek ati juaj që është në qiell. Tani, në radhë të parë, Mateu po i flet popullit të Izraelit që dinte urdhrimet e ligjit dhe filloi të besonte tek Mesia Jeshua dhe nuk hoqi ligjin. Por sot çfarë ndodh që ne nuk e kuptojmë kujt e shkruajtur një në radhë të parë, beslidhja e re, vjata e re, për kë është? Jeremia 31 është për popullin e Izraelit, 12 fiset e Izraelit, që ata të marrin Mesian e tyre, të vajosurin e tyre, Krishtin e tyre, dhe masandaj të mos ecin në shkeljet e ligjit. Dhe u dha lajmi mirë dhe njëjti lajmi mirë dhe për neve. Kurse për ne që ti ose dikush tjetër, si që kemi marrë ndër vite, ndër breza, ndër kombe, kemi marrë një Mesia Jeshuan e masandaj katolikun që hoqi ligjin, tani nuk na duhet me, ke besimin, ai, citojmë ato gjëra. Ndërkohë ecja ku është? Këto janë ecjet. Mesia Jeshua po shtjellon ligjin në çdo detaj. Tërë libri Mateut është i mbushur me principet e mbretërisë, që ligji përben, sepse është karakteri i atit ai ligj. Po si mund të thuash që karakteri i atit u hoq nga dikush, aq më tepër nga biri i tij? O ati në ki mëshirë për çdo njerin prej nesh. Kur t'japësh lëmoshë, mos i bjerë burisë përpara teje, ashtu siç bën kush? Hipokritët. Normal që Mesia përkufizovi disa sjellje ndaj dikujt. Kur kategorizovi shumë herë hipokritë,
na kategorizovi shumë herë të pabesë, besim pak. Na kategorizovi të ligë, tha. Kur jepni tha dhurata fëmijëve tuaj, tha, aty që është në qell, tha, nuk do të japi juve, thotë. Ato gjëra që ju kërkoni, por për t'i marrë do të zbatosh urdhrimet e tij, tha. Jo të ecësh në palishmëri dhe masandaj un po vrapoj. Unë i kam sjell ato vargje, por sot nuk shikohen këto mësime. Nuk shikohen sepse i ligu nuk do që të shikohen këto mësime, se në momentin që unë komentoj apo flas diçka në zemrën tënde, masandaj neve vlla Olgeri është ai është heretik komplet, me lemat e ai po ndjek gjurmët e Mesias, ai është heretik. Vërtet, duke ndjekur çfarë Mesia praktikoi, qenë kemi heretik? I e çneron Zotin Jahwe? Apo e nderon? Tani, duke shkelur ligjin, çnerohet Zoti dhe blasfemohet emri i tij. E shikon në fillim në Romakëve? Dhe ja të re, apostulli Shauli, emri i tij vërtet, i njohur Pali. Pali është një emër grek që avun grekët më vonë. Ne kemi asandaj Paul, e ke në anglisht, Paulo, e ke në italisht. Ndryshon emri, prandaj emri dhe i Mesias e heqo fare dhe pasandaj në çdo komp, po të tregoj, kam një foto këtu në çdo komp, nuk di pse erdhi emri tani, por është mirë që do të vinë disa gjëra, po ja të hedhim një foto. Në çdo komp ke emrin pasandaj pagan që nuk ishte i vërtetë i Mesias Jeshuas. Ja ta shikojmë sa lloj emra sot në përkombe ke. Kam diku, po ishte një foto që shikoj në Itali, shikoj në çdo lloj gjuhë, në çdo lloj gjuhë. Nëse do mbasëm kohë, nëse Elem, emri i tij është Jeshua Mesia, sepse ishte hebre, kishte nënën e tij që ishte Miriam, dhe nuk ishte Maria, sepse Maria është një emër perëndimor. Nuk është një emër izraelit. Por emrat kanë rëndësi, sepse nëse unë ty të them nga Miri ta zem, të them Martin, atëre si vete do Martin apo Miri? Apo për shembull vlla të zem Ardit apo Artan? Ti thua, jo, nuk e Martani unë. Shalom, kusho, nëse po dëgjon, nuk e di, po nëse. Do thua që unë jam Arditi, sepse në atë mënyrë unë po të mungoj respekt ndaj teje. Nuk të shpreh respekt kur them një emër tjetër. Dhe Mesia Jeshua ka emrin e tij të vërtetë, Jeshua, sepse aty Jahwe na shpëtoi, shua do thotë shpëtim, çlirim. Prandaj që çdo herë që unë e them Jeshua do thotë që aty Jahwe më shpëtoi në personin e Mesias, të Krishtit të vërtetë. Ose kur themi në emër të Jeshuas, pasandaj them, në emër të atit Jahwe që më çliroi, dhe mund të çliroj dhe ty, dhe familjen tënde. Prandaj, për të ditur që mëkati është shkelja e ligjit, çlirohesh. Çlirohesh. Dhe Krishtu nuk vazhdon të blasfemosh emrin e tij. Kur vëllai ka folur për këto gjëra, kam po se 5 vjet që flas për këto gjëra. Që dua që ti të kuptosh që ka një rrugë të përsosur që ati ka vendosur, se si eci me atë rrugën e përsosur, që potencialisht është e përsosur, që neve ta praktikujmë, ajo është për të parë gjatë viteve me sjelljen tonë, me gjendjen e zemrës tonë, por ka një rrugë të përsosur, që ti dhe unë të mos e shkelim ligjin e tij, se kështu mëkatojmë dhe blasfemohet emri i tij. Kanë kuptueshmëri këto vargje që unë i shikon në ekran? Duke shkelur ligjin mëkaton, çnderon dhe blasfemon emrin e tij. Apo apostulli Gjoni ishte kundra apostullit Shaul lart. Njëri thoshte diçka, tjetri Gjoni thoshte zbatoni urdhrimet e atij ligji dhe kështu tregoni dashurinë e vërtetë në para Gjonit 5:3. Që citovi Shuman në ligjin e për 6. Dashuria e vërtetë zbatojmë urdhrimet e atij ligjit. Masandaj vjen apostulli Shaul thotë, jo, po di Galatasve u thashte eci në palishmëri, por Romakëve u them të mos e shkelin atë ligj. Kështu ishin ata me dy fytyra?
Unë e di që gjëra që po flas nuk kanë kuptueshmëri shumë herë, di pse? Sepse vepra 2:38 nuk ka ndodhur akoma. Kjo po thras popullin tim, thras veten time në radhë të parë, çdo ditë. Sepse lajmi i mirë i mbretërisë qëndron që në Marku 1:15 që masandaj të njëjtin gjë, Mesia Jeshua tha çfarë? Ja ku keni ekran. Dhe ai tha në Marku 1:15 tha, pendoni sepse mbretëria e qeve është afër. Po pendoni çfarë do thotë vëlla motër? Prandaj prikëse nuk ndalo pak. Ndalo së shkelur i ligjin. Po nga e di ti këtë gjë, kush tha që ka pendimi që duhet ndaloj së shkelur ligjin? Okej. Mëkati është shkelja e ligjit. Tani, pendimi çfarë është? Ne themi pendimi nga mëkatet, por puna është që neve këtë pjesën këtuja nuk e citojmë, sepse po që ka akoma ligji që unë duhet të pendohem, sepse shkelja e ligjit përbën për kufizimin biblik të mëkatit. Andaj ajo e nënvizuara nuk është në ekuacionin e çdo mbledhje sot, sepse i citojmë gjërat pa dhënë kuptueshmëri. Ne nuk japim kuptueshmëri fjalëve apo definicioneve në këtë rast të fjalëve apo aq më tepër mëkati që kemi të bëjmë çdo ditë. Kur nuk japim për kufizim nga ana biblike, masandaj Satani na merr, na lëkund kur të duash. Se puna ti byku që e merr era masandaj, si sta në Psalmi 1, por po të meditosh tek ligji i tij ditë e natë nuk e shkel. Ne nuk e blasfemon emrin e Atit Jahwe, duke shkelur ligjin. Sepse për shkakun tonë, emri i Atit i Zotit Jahwe blasfemohet sot e kësaj dite në kombin tonë dhe ndërkombet përreth, që kanë citime boshe, si thash pak më përpara. Ne do të pendojmë nga mëkatet. Po çfarë? Pendohesh nga duhet ndalosë së shkelur ligjin. Pendimi nga shkeljet e ligjit. Prandaj unë vllajtave këtu ndalo së shkeluri ligjin. Dhe ky është pendimi që ti merr për kufizimin. Ka ndodhur sot kjo në jetën tënde? Nëse s'ka ndodhur, duhet ta bësh më njëherë. Më njëherë, sepse nesërmja nuk premtohet. Sepse mbaj mend, lavdi emri tënd o Atë, por fut frikën në zemrën time. Kur erdha këtu në Kanada në 2014, ishte një indiane që dhe ajo ishte në infermerinë për të bërë masandaj rishikimin të një vite ca pra për rishikim të programit për të marrë licencën. Nëse është muhabet më vete, nuk na përket me ajo strukturën, na përket qelli dhe shërbesa që ati ka vendosur për këto 12 vjetet e fundit. Ishte kjo vajza indiane. Kjo vajza indiane kishte ardhur dhe ishte aty, ishte një shtëpi e madhe ku ky vllai që unë kisha në klasë, ajo kishte një dhomë tjetër dhe normalisht tu në Kanada, siç janë për studentët, sikush ka dhomën e vet, kuzhina është e përbashkët, edhe masandaj se kush paguan. Kjo vajza, unë po i predikoja lajmin e mirë të mbretërisë me aq sa dija. Dhe po i thesha disa gjëra, po i thesha aspekte të tjera. Nuk e di çfarë ndodhte në jetën e saj, nuk tregonte, rrinte heshtur. Prandaj vëlla motër për neve që jemi këtuja. Nuk duhet të rish heshtur. Nuk duhet të rish heshtur sepse ajo heshtja përbën diçka që ti nuk po e zgjidh. Përbën diçka që ti ke betejën, vllai u ka thënë shumë herë dhe normal që kjo e përket dhe audiencës që ti po e dëgjon. Tani, unë i flisnja dhe mundoja me këtë vajzë. Vëlla motër, ajo mbas 2 javësh kalon kamioni në kryqëzim dhe e shtrim poshtë. Dhe prindët e saj vajtuan, normal që vajtuan në Indi, duke dërguar vajzën e saj në Kanada për të qenë infermiere. E shikon që ardhmja nuk premtohet. Shikon si ndodhin gjërat. Dhe neve vazhdojmë masandaj të shkelim ligjin e tia, duke ecur në mëkat në atë mënyrë, dhe themi që unë jam mirë sepse citoj Krishtin katolik. Bëje që sot, mere pendimin e vërtetë, hidhe tutja të shkeljen e sabatit, vëlla motër.
I dhe tuti ato festat pagane të Papa Gregorit. Ja të edhim një strukturë të mirë, sepse është ekrani plot tani. Është ekrani plot. Le të shikojmë si ka ndodhur rrjedhoja gjatë viteve dhe struktura e kishës së vërtetë. Le ta shikojmë këtë diagramën që gjithmonë kam në zemër dhe i bej, diagramën e kishës. Ose të kalojmë në diagrama e dishiplizimit është, dhe ajo është shumë e nevojshme. Por le ta shikojmë në këtë rast çfarë ka ndodhur mbas ikjeve të apostujve. Dhe ti do kuptosh më njëherë çfarë ka ndodhur. Do ta kuptosh më njëherë. Lutem aty ta kuptosh. Dhe kur ne kuptojmë, ne marrim pendimin. Ja një moment, ka diçka që do ta afroj. Okej. Lavdimet të tij. Atëre, di që ka shumë gjyra, le ta zbërthejmë së bashku. Në shekullin e parë të dytë, çfarë ndodhi? Që apostulli Shaul na thotë të mos e shkelim ligjin, të mos blasfemojmë emrin e tij në atë mënyrë. Apo jo? Dhe të njëjtën gjë në shekullin e parë na dhanë për kufizimin biblik të çfarë është mëkati. Okej. Ky ishte në shekullin e parë mbas ringjalljes së Mesias. Shekullin e parë dhe të dytë që pasuan, kisha e vërtetë Veprat e Apostujve 2, siç e shikon, thanë dhe ishte mbetja e vërtetë për të patur në këtë rast lajmin e mirë të mbretërisë, ndalosë shkelu ligjin dhe zotëroje ligjin e zemrës tënde me anë të besimit tek Jashua Mesia që nuk mund t'i ndajmë. Që na thotë, më andaj kam shkruar unë zbulesën 14, 11-12 vargje që refuzon bishën, figurën damkën e saj, duke mbajtur urdhërimet e atij ligjit dhe besim tek Mesia Jashua. Kemi bërë dhe mësimet e kaluara të freskëta janë. Dhe ti e shikon që kjo kishë e vërtetë ishte përbërë prej 12 fisëve të Izraelit, fillimisht të rilindur në Mesian Jashuan, që patën këto dy struktura këtuja, ligjin dhe besimin. Dhe neve kombet u bashkuam në besim tek Jashua Mesia, duke mbajtur dhe duhet të mbajmë urdhërimet e atij ligjit. Kështu nuk mëkatojmë. Po e shkele ligjin vazhdon të mëkatosh. Dhe andaj citojmë ne sa të duam, por dhe në këtë mënyrë ti duke vazhduar në të majtën tënde, duke mbajtur besim tek Mesia Jeshua, normal tek biri dhe tek kati i vet, dhe duke mbajtur urdhërimet e ligjit, ti nuk mëkaton dhe je pjesë andaj e qytetit të ri, Jeruzalemi i ri, që akoma nuk ka ardhur, që do ndodhi mbas si të vi Mesia. Dhe nga ai Sion do dali ligji, nga kjo strukturë, jashtë këtu do jenë kombe të tëra që janë të vdekshëm, po brenda kemi banesat të atyre që mbajnë urdhërimet e atij ligji dhe besojnë tek Mesia Jeshua. Siç thotë dhe zbulesa 22:14. Dhe ky është lajmi i mirë i mbretërisë, premtimi i ringjalljes me banesa, siç thashë, që do jenë brenda këtu. Tani, çfarë ka ndodhur nga kraju i djathtë? Në shekullin e tretë përsaktësisht, por duke filluar me shekullin e parë dhe të dytë, ishin farisejtë të saducejtë që filluan të ishin kundra veprave të apostujve, kundra urdhërimeve të ligjit dhe kundra besimit tek Jashua. Prandaj Markus 7 të flet hapur asaj që kishin anulluar ligjin e Atit, normal që nuk donin të dinin për Mesian sepse kundërshtonin çdo minutë dhe sekondë, siç ti mund ta kesh kuptuar në Bibël. Kjo ishte farisejtë të saducejtë nga shekulli parë dhe deri më sot, sepse kemi dhe akoma në judaistët, më thani ke në Izrael dhe të shpërndarë në tërkombet. Kur ti flet për Mesian Jashuan, normal që nuk do t'ja dinë dhe mund të thonë shumë gjëra. Po ti flasësh për praktikën e urdhërimeve të ligjit, prap gjende nuk duan t'ja dinë sepse kanë urdhrimet e tyre prej këtyre farisejve akoma që janë trashëguar ndër vite. Struktura tjetër në të kuqe që zotëron Shqipërinë ti e ke në ekran, që janë besimet katolike ortodokse, që filluan në shekullin e tretë dhe implementuan masandaj çdo lloj dekreti dhe këshilla Laodicejse, Nicejse quhen, Konstantinopoli apo Anastasia, Kalcedoni, këto ishin të mbështetura nga perandorët e asaj kohe romake që masandaj ishin pjesë e
persekutimit edhe normal që kur bashkohet një fe e caktuar me shtetin, ke persekutimin që ndodhi këtyre në të majtë apostujve dhe dishiplizimin mësandaj që ndodhi nëpërmjet tyre. Çfarë lindën prej katolikëve ortodoksëve që ti shikon ekran? Lindën protestantët në 1600-ën. Filluan me reformistët, mësandaj që mbajtën të njëjta gjëra, mbajtën ditën e diellit, që nuk thotë ton apostujt fare, vepra 15 mblidheshin çdo sabat për të mësuar urdhërimet, duke hequr fillimisht ato 4 gjërat e nevojshme, idhujtaria, do t'i prekim që sot akoma është në Shqipëri, ke gjërat e mbytura nga të gjakut për ngrënien pastër nuk ndodh, prapë akoma kemi për të penduar, ke imoralitetin, ishte pjesë e shkeljes së ligjit. Ka kapituj Levitiku 18 apo 20, flet hapërzi për çdo shkelje të ligjit nga ana e moralit, apo imoraliteti seksual që shprehet në ato kapituj që ne nuk duhet t'i bëjmë. Shikon protestantës sot që ke shumë denominacione quhen. Duan t'ja dinë për ligjin që apostujt të mbanin, që apostulli Shaul thot gjej kënaqësi në ligjin e Zotit sipas njeriu tim të brendshëm në Romakëve 7:22. Shikon këta të verdhët këtuja. Duan t'ja dinë për ligjin e përsosur të Atit që është për dishiplizimin tonë, nder ndaj Atit Jahve, sepse ti duhet të kuptosh, unë besoj se kupton se duke shkelur ligjin, pastaj blasfemohet emri i Atit Jahve. Mëkati që është shkelje e këtij ligjit, po vazhdon të mëkatosh, është palishmëria, paudhësia, blasfemimi dhe çnerimi i emrit të Atit. Të duket një gjë e pakët? Të duket një gjë e pakët ndër kombe, ndër vite, çfarë ka ndodhur me palishmërinë që kam thënë në Romakëve 2:23 apo e prekëm, e dyta Thesalonikasve 2 shpreh për frymën e palishmërisë të antimesias, të antikrishtit, që do ishte masandaj siç thotë Danieli 7:25, do ishte ligjin masandaj dhe çdo kohë të caktuar të Atit, festat e tija biblike. Mateu 7, gjerësisht flet, largoni prej meje ju që kryeni palishmëri, që keni vazhduar të shkeni ligjin e Atit, sepse unë ju thash, zbatoni urdhrimet e atij ligjit. Luka 8:21, Luka 10, 22 deri 27 besoj, pastaj Mateu 19 ke 16-17, çfarë do të bëj të gëzoj jetën e përjetshme në atë ditë, tani, çfarë do të bëj? Duhet që të zbatosh urdhrimet e atij ligjit ta Mesia që ty është në jetë, sepse i tha dhe në Luka 8 atij djaloshit tha, çfarë është shkruar në ligjin, tha me që ti citoke unë e dua dhe zbatoj urdhrimet e tia, por ai nuk zbatonte urdhrimet e ligjit sepse ishte citim buzësh. Zemra e tij ishte diku tjetër, sepse ishte në pasuritë. Dhe ja ku ke palishmërinë sot që vllai masandaj thotë dilë prej bishës së Romës sepse do përfundosh në liçen e zjarrit. Ja ku ke të tërë ligësitë që ndodhen nga shekulli i parë kur apostulli Shaul erdhi në brigjet e vendit tonë, Romakëve 15:19, vazhduan të implementohen të tëra këto thektësira që shikon sot në kombin tonë, me vllazëri të masandaj që i ke plot masandaj të bashkuar, ndërkohë 2 Korintasve 6 çfarë thotë? E para Pjetrit 1, e shkruar në ligjin e Atit në Levitiku 20 që të jemi të veçuar, të shenjtë, jemi të veçuar, të ndarë nga palishmëria e feve që kanë emocionet përpara se ecjen, ndërkohë ecja përben prioritetin e jetën tonë, zbatimin e atyre urdhrimeve të ligjit, ku unë e ti të mos mëkatojmë, të mos e shkelim. Sa dua në zemrën time që ti të kuptosh dhe të pendohesh që sot. Sepse, pranë thashë, e dyta Pjetrit nuk ka ndodhur akoma. Veprat e apostujve 2, sepse Pjetri po fliste, nuk ka ndodhur akoma. Duhet të ndodhi në jetën tënde, siç ndodhi për ne disa vite më përpara, kur kuptuam që mëkati është shkelja e ligjit. Kuptuam nga ana biblike, jo çfarë thot njeriu, mëkati është dhe i futim asaj çdo lloj filozofive që nuk japim akoma kuptueshmëri fjalëve që themi. Bashko këtu, hajde këtu, hyr në këtë ndërtesë, konferenca këtu. Po çfarë këtu ligjshmëri të tilla?
që akoma shkelet ligji, shkelet sabati, shkelen festa biblike, dhe ti shkon dhe ben, masandaj hyn në miqësi, jashtë të frymës së shenjtë, mbledhin thot mëkate akoma thot shkrimi. Bejnë thot miqësi pa frymën time, thot Jeshaja 30. Bejnë miqësi thot pa frymën time, sepse fryma nuk na thotë që të shkelim ligjin e tij. Ja t'ja afrojmë. Këto janë themelet në jetën tënde. Po e more në zemrën tënde këto dy vargje. Pasandaj kupton çfarë mund të bësh. Gjë që duhet të ndodhi në jetën tënde, së bashku që fillon me pendimin, pasandaj është pagëzimi, dhe pastaj mund të marrësh dhuratën e frymës së shenjtë në jetën tënde. Por që të parën, e para përben themelet, përben mëshirën e Atit çdo ditë për mua, për ty. Kur do ndodhi në jetën tënde? Po jo, vlla, unë e kam bërë, ja, unë u lava akoma, pa të nuk e di, po ashtu thesha dhe unë. Por ka shumë larje që pamë, që të kanë larë, ja ku i ke, të larat, në të majtë, më falë, në të djathën e ekranit tënd. Ja ku i ke shumë larje, sepse ata kanë larje dhe mençik gotkë, dhe pasaj e shenjtë, pasaj, dikush, dale se jo nuk është në atë mënyrë, por ne tani duhet të lajemi komplet. Po, e thot Bibla, por si do të ndodhi? Duhet të kuptosh njëherë që ke shkelu ligjin e Atit, dhe të mos vazhdosh ta shkelesh para se të shkosh aty në ujët, sepse nuk ka kuptim ai pagëzim kur ti shkon për të pagëzuar dhe masandaj prap do shkelesh ligjin me dashje. Po jo vlla, po nuk më di, më lejojnë tu, po ja se di si t'ja bëj këtu, apo ja frika ime, po ja beteja, atëre mos shko aty në ujë se nuk do marrësh gjë. Dhe vllai nuk pagëzon asnjë person, kam 5 vjet e fundit, që nuk pagëzon njerëz që akoma nuk kanë kuptuar që mëkati është shkelja e ligjit, ta marrin atë pendim, masandaj mund të flasin, sepse u mbaj përgjegjësi përpara qellit. Sepse ashtu eci unë në palishmëri, duke çuar njerëz masandaj dhe sheqerosur dhe masandaj siç thotë në Ezekieli 14, thot, do ta bëj atë profet, do ta bëj proverb, thot, në qoftë se ai bën gjëra jashtë Biblës, jashtë shkrimit, jashtë ligjit tim. Sa gjëra serioze janë vëlla motër. Prandaj kur thot Mesia mos u bëni shumë mësues. Po ato vargje ne nuk e kuptojmë. Ja, unë shkova bëra 2 vjet teologji, tash jam mësues. Kam titullin pastor, ti nuk e di, unë kam në Shqipëri kam 30 vjet. Unë jam mësues. Unë jam teolog tani. Marë gotën e verës për para dhe unë jam teologu, po flet filozofinë platonike. Përse teologu kur ulëm atje në Tiranë, në Qetuja, me njerë thash, po dale ky emër Perëndin, nga doli ky, nuk e di thash, ore, nuk e kuptoj se unë jam nga jashtë, thash kisha marrë, masandaj çdo gjë kisha lexuar në anglisht Biblën. Thash, për ta kuptuar, ndërkohë kisha dëshmirin që nuk ishte një gjë e mirë. Emri i Atit. Me njerë u skanove, masandaj, që nga koka në këmbët, me njerë skanohesh. Po tha, ti kush je, tha? Ndërkohë isha ulur me te, në kafe, me një vëlla tjetër. Kishim gjysmore atje, i shpjegova që nga vija çfarë po bënim. Po tha, më thuaj edhe një, tha, ti kush je, tha, si the? Sepse po më nxjerr palishmërinë, tha. Normale, ishte filluar atëre, ishte fillimi. Dëshiron? Këtë behar? Në qershor? Për të rigjeneruar me anë të çfarë? Rigjenerimi që vjen me pendimin nga shkelet e ligjit, pagëzimin në emër të Jashua Mesias të vërtetë, ai që nuk anulloi ligjit, dhe atëre të vjen duart masandaj për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë dhe ka ndodhur falja e shkeljeve të ligjit, kur ti në të rast merr përgjegjësinë vetë që të mos shkel sabatin, mos hash papastër, të mësosh urdhrimet e tjera, festat biblike, kalendari biblik që nuk përben palishmëri të Papa Gregorit të 13, aty që ka bota. Ka ndodhur kjo? Nuk ka ndodhur. Nëse nuk ka ndodhur,
do të shpëtohesh, do të marrësh dhuratën e frymës së shenjtë, sepse fryma e shenjtë do ringjalli vetëm ata që kanë ndaluar së shkeluri ligjin dhe kanë besuar tek Mesia Jeshua që nuk kanë ulloj ligjin, sepse ti duhet kuptosh, po të ndalosh së shkelur ligjin, atëre do ta ndaloj, do ta respektoj të ligjin. Të rast po të ndaloj së shkeluri, atëre unë do ta kem mbas atij pagëzimit. Vetë logjika jonë.